Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm Nga Kalaja. Kjo është quajtur java e antikomunizmit. Kujdes, jo në Shqipëri, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump ka shpallur një proklamat me të cilën ka dashur të sensibilizojë për një ditë, për një javë, pikërisht rreziqet që na vinë nga komunizmi, nga kjo sëmundje, e ka quajtur presidenti Trump, në fakt nuk është i vetmi, e kanë quajtur dhe kryeministra tjerë para tij, një sëmundje e rëndë. Madje do të citoja Keda Kacelin nga emisioni i kaluar, që e kishte quajtur edhe Silvio Berlusconi, i ndjeri, i cili ka qenë një mik i madh i shqiptarëve. Unë do të lexoj vetëm diçka që kam shënuar. Ai është shprehur se duhet dënuar një nga ideologjitë më shkatruese në histori. Republikani 79 vjeçar në tekstin e publikuar nga Shtëpia e Bardhë ka folur gjithashtu për pse nuk duhet mbështetur komunizmi, sepse është ideologjia më rrënuese në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të gjithë botën, ka thënë ai. Sot zëra të ri përsëritin gënjeshtra të vjetra duke i maskuar ato në fraza si drejtësi sociale, kujdes, socializëm demokratik, tendencë e së cilës pretendohet të jetë edhe kryetari i Bashkisë së New Yorkut, ka thënë ai. Mesazhi i tyre mbetet i njëjtë: hiqni dorë nga lirit tuaja, besoni në fuqinë e qeverisë dhe shkëmbeni premtimin e begatisë me rehatinë e zbrazës të kontrollit, ka thënë ndër të tjera Trump. Duke i cilësuar disa njerëz si komunist, ai ka thënë se amerikanët do të përballen me një zgjedhje mes komunizmit dhe arsyes së shëndosh. Kjo është një dhënë interesante, duhet thënë, që kaloi pa ndonjë bujë të madhe në median shqiptare. Pikërisht për këtë çështje kam vendosur të diskutoj sot me një panel shumë interesant, pa humbur kohë do doja t'i prezantoja. Ju i keni parë dhe në rrjetet sociale. Armir Shkurti, gazetar, mirëmbrëma Armir. Mirëmbrëma. Faleminderit. Ktu do më pëlqente që krahas titullit gazetar me cilën unë s'ndroj me asgjë, të vendosësh dhe antikomunist. Patjetër, me kënaqësi. Pra, kemi Armir Shkurtin, gazetar dhe antikomunist, nga ana ime e majtë është Keda Kaceli, aktiviste dhe antare Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Olon, faleminderit edhe unë gjithashtu si Armiri. Okej, po do na dalë strisha njëjtë për gjithë pastaj. Le të jetë. Okej. Po ashtu kam zotin Alfred Plumbi, i cili është edhe ai aktivist, një trumpist i zëshëm, ka qenë në studio me mua kur para një viti flisnin për fitoren e Trumpit. Mirëmbrëma, Alfred. Mirëmbrëma, kënaqësi. Unë du ta shtoj konservator, sepse konservatorizmi është ajo që do të shkatërrojë këtë komunizmin e ri, falso që është edhe më i keq se komunizmi i parë, shoqëria e hapur. Kam përshtypjen që do shkoj emisioni bom fare sot, të fundit, por jo për nga rëndësia, mikun e emisionit tim, avokatin Altin Goxha. Mirëmbrëma, avokat. Mirëmbrëma dhe jo për nga antikomunizmi. Faleminderit. Armir, do doja ta nisim bashkë emisionin. Në fakt, për ta dhënë domenin ka qenë një ide jote, cilën unë e përqafova direkt. Po. Edhe të falenderoj për temën. Jo, t'i japim Cezarit atë që është e Cezarit. Si mund ta nisim këtë emision bashkë? Ta nisim me dëshpërim. Pse? Pash ma nisi miku im Endri Treka nga Amerika, direkt lajmin që Donald Trump kishte kushtuar këtë javë antikomunizmit. Dhe në sekond mora më kapi entuziazmi, thash të organizoj të paktën këtu një javë me pak njerëz për antikomunizmin. Edhe filloi vras mendjen, kush është antikomunist aktivist? Pyes ChatGPT nxjerr një Sali Berisha. Nxjerr edhe 3-4 emra të tjerë. Tash unë se thras do të Sali Berisha për të bërë aktivitet antikomunist. Dhe ata të tjerët nuk më duken të ChatGPT si ishin në këtë lloj frymëzimi. Edhe tu drejtova ty, po ti pate idenë për të bërë emisionin, edhe kam përshtypjen që në një farë mënyre, jo një javë, të paktën një natë, një grup që beson tek pjesa e antikomunizmit, është mbledhur për thënia dy ide njerëzve. Dhe me që të falenderoj që ma dhe fjalën, dua të them, nuk është një gjë romantike kështu, do të thotë ne veteranë të luftës 35 vjet pas komunizmit, jemi mbledhur e po diskutojmë. Jo. Ne jetojmë në një komunizëm i cili është transformuar. Për shkak se unë kam sjell këto dy rezoluta të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, cilët besoj jo tani, po në zhvillim të emisionit edhe do t'i trajtojmë. Vitin 1996, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës ka bërë një rezolut me parashikimin që i ka dalë dhe me frikën
që në qoftë se nuk çmontohen praktikat e komunizmit, to do të kthehen në forma të ndryshme. Dhe unë do të them vetëm pikën 3. Po. Rreziqet e dështimit një procesi tranzicioni janë në rastin më të mirë do të shohim të instalohet oligarki, keni dëgjuar këtë fjalë, në vend demokracisë. Korrupsion në vend shtetit të drejtës, thotë Këshilli i Evropës, dhe e treta, krim i organizuar në vend të drejtave të njerëzit. Kush e dëgjon këtë tani? Le t'i bëj bilancet vetë. Në 96-ën e thot Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, rezoluta 1096 e vitit 1996, 27 qershor. Pra, edhe njerë e përsëris ta dëgjojnë shqiptarët, se besoj është më e rëndësishme se kudo që të shihni emision. Në rastin më të mirë do të dështoj tranzicioni. Do të shihni instalimin e një oligarkie në vend të demokracisë. Oligarki në vend të demokracisë. 2. Korrupsion në vend të shtetit të drejtës. 3. Krimi organizuar në vend të drejtave të njerëzit. Kush nuk e shikon në Shqipëri këto, nuk di çfarë them. Pra, çmontimi i trashëgimisë komuniste, thot rezoluta, do të kishte qenë një bekim dhe për simetri. Po ju them, kemi një precedent me krimet e nazizmit dhe fashizmit. U bë një Nuremberg, i cili nuk ishte qëllim që të dënonte ca njerëz. Kishte qëllim që ai regjim të mos përsëritej. Dhe sot, kur të majtës, e cila është duke marrë këtë lloj pushteti që tha Alfredi, të internacionales komuniste në përbot, kur i duhet të sulmojë dikë, thotë ky është fashist, kështu i quajtën Trumpin. Kështu e quajnë AFD-n në Gjermani. Janë fashist, janë nazist. Ndërkohë, askush nuk kam dëgjuar sot që thonë është komunist. Dhe me tmerr të madh kam parë një brez të ri, europianësh, francez, italian, në vitet e fundit, që e shohin me shumë romantizëm, thotë komunizmi u zbatua keq, po është një gjë e mirë. Dhe natyrisht, dhe në brezin e ri që jeton në Shqipëri sot, kjo frymë ekziston, ka patur dhe gjëra të mira. Unë flas gjithnjë, do ta mbyll me një anekdot, jo një ngjarje të vërtetë që më ka ndodhur, po një dy nga këta pallosh të shkurtër, me gjë ka hyrë teknologjia pallosh, antar të partive të majta, më thonë një ditë shumë për provokim, thotë, kishte edhe të mira, thotë komunizmi, ja ndërtoi shkolla e Korrudha. Thash komunizmi, po hapi vende pune më për ideologjish. U ndërtuan burgjet, kush i ndërtoi? Ndërtuan punëtorët. Pastaj punon gardian, pastaj punon kuzhinier. Po punon dhe xheladët që pushkatonin njerëz. Po çfarë thoni më ka patur të mira? I bëri shkollën ku ne mësonim ideologjinë e partisë, do formua njeriu i ri. Natyrisht që duheshe e kurorës, ai sistem duhet jetonte. Nuk është e mirë materiali, edhe Hitleri zhvilloi industrinë, po zhvilloi industri lufte. Një regjim që ka vrarë, dhe sipas rezolutës, 100 milion njerëz, dhe në rastin e nazizmit dhe fashizmit ka vrarë vende tjera. Këtu ka vrarë shqiptari vlla. Dhe në moment që shqiptari ka vrarë shqiptarin, ky regjim do të përveç të tjerave do të kishte edhe genocide dhe këta do të kishte edhe sanksione të tjera plus kësaj. U dënuan për kafe antar byrës politike. Nisi dhe një proces gjyqësor për genocid. Qofse kujtohet Aranit Çela, Zylftar Amizi e tjerë, të cilët në 97 amnistuan. Dhe Aranit Çela ka vdekur para 2 vjetësh, 100 vjeç, i qetë, i lumtur shtratin e tij. Unë nuk e kam tek njeriu, e kam tek sistemi. Edhe duke u tallur me kohën, ku kishte bërritur. Ekzistenca, shiko, Altin. Tallja me kohën, ai u tall. Jo, tallja me kohën, ta them unë ty. Tallja me kohën ka filluar vitin 2013, 2017, ku fëmijët e antarëve të bllokut hynë qeveri. U bën ministra. Në fakt dhe më herët filloi që kur nuk u nënshkruan. Sepse nëse diçka nuk çrranjoset, ajo rilin përsëri dhe komunizmi nuk u çrranjos asnjëherë për fatkeq Shqipëri. Nuk u dënuan krimet e komunizmit, nuk u njoh prona dhe nuk e kuptoi se si mund ta quash veten në një sistem të ekonomisë lirë tregut pa njohjen e pronës dhe nuk e kuptoi se si mund ta quajë veten në një sistem demokratik ose në një sistem të ndryshëm prej sistemit komunizmit, pa dënuar krimet monstruoze të atij sistemit, pa njohur pronën. Pra ne prej komunizëm kaluam në anarshi dhe mas anarkisë, duke mos i nënshkruar kurrë ato krime, e cila është gafa më e madhe që bë këto 35 vite, patëm
një anarshi shumë të gjatë. Dhe këtë anarshi, me mjeshtri të madhe, e shfrytzuan ata që sillen neokomunizmin. Neokomunizmi sot është shoqëria e hapur, e cila është rreziku më i madh, sepse besimin kundër Zotit e shfaq duke shkatruar familjen, kurse komunizmi besimin kundër Zotit e shfaqi duke i dënuar njerëzit. Këta duhen të tjetërsojnë edhe krijesën e njeriut. Dhe kjo e keqe, nëse nuk shranjoset me raj, kjo e keqe është e pranishme kudo. Dhe Amerika, për fat mirë, fitoria e Donald Trumpit, ku isha një vit më parë të kjo, dhe ne e thamë këtu që bota do t'jetë më bukur nesër, dhe do t'linë shumë më me shpresë me fitoren e Trumpit, sot, nëse Trumpi s'do kishte fituar, shoqëria hapur në Amerikë do kishte shkatruar identitetin e familjes. Sot shoqëria hapur në Amerikë ka marrë një goditje shumë të fortë, atje nuk përmenet ma ligji i disa gjinive, në shkolla ka filluar stabilitet dhe nuk guxon kush që t'ju përmen fëmijëve minoren këto çështje perverse, por këtu, ku shoqëria hapur fatkeqësisht u fut me gjithë arsenalin e saj, ka gjetë një terren duke pas parasysh edhe faktin e dobësisë që opozita nuk ka një konservatorizëm të vërtet ideologjik, nuk ka një kaos konservatore, dhe erdhi dera aty sa miratoi dhe ligjin, ligj të cilin ne gjithë së bashku, me një referendum antikushtetues në kuptimin e asaj që të jetë një referendum që mos ketë ma kush mundësin me kthyer mbrapsht, duhet me hell në koshin e plehrave të historisë. Alfred, kam dhe një pyetje me e ndjek presidentin Trump, pse ndërmore këtë njësë? Çdo të thot java e antikomunizmit në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Apo e ka për botën? Për kë e ka këtë mesazh? Ai e ka edhe për Amerikën dhe për botën, sepse ai është njeri praktik, është njeri suksesshëm dhe e kupton që nëse diçka nuk e shkatron, ajo të rikthehet. Dhe siç ka thënë Santiana, ata njerëz që nuk e njohin historinë e vujtjeve janë të destinuar ta jetojnë atë përsëri në kurriz. Fitoria e Mamadit nuk ishte në gjë shqetësuese, pavarësisht se fryn media këtu, sepse ka fituar në disa zonat New Yorkut, se s'është kryetari komplet New Yorkut, është i disa pjesëve të New Yorkut, si Bronxi e tjerë, është si me thënë me fitu Partia Socialiste në qytet Stalin, si quhet tash Çorovod, ku atje fito gjithmonë. Por është Kuçov, është diçka evidente, është diçka që duhet ndalu dhe është diçka që duhet shkatru. Ai e ka thënë për Amerikën se një vit realisht fatmirësisht që fitoi ai dhe në Amerikë dhe në botë ka pas shumë ndryshime pozitive, por e ka thënë më shumë për këtë Evropë të kalbur, dështuar, të tjetërsuar, e cila sot është në rrezikun e saj më të madh, me lider pa karakter, me lider të kapur prej agjendës së komunizmit dhe neokomunizmit modern, dhe një Evropë që duhet urgjent të kthehet në rrënjët e civilizimit, në rrënjët e demokracisë vërtet, ashtu siç i ka hije historisë dhe trashëgimisë saj. Faleminderit për këtë sentencë parë. Keda, presidenti Trump e qunë smundje komunizmin. Pra është ajo që herën e kaluar dhe prandaj citova. Si e shikoni ju këtë? Për mua në rreth parë si antikomuniste është një hap shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm i presidentit Trump për si shembull për të gjithë vendet e botës që ende e ozanojnë, ende e admirojnë ideologjinë komuniste. Unë në diplomën time universitare, tezën time të parë, e kam bërë për democidin, që është shpjegimi i tretë i fjalës genocid. Pra është një rrjedhoj, është paradigma e tretë e genocidit. Dhe do të thotë democid, dhe do të thotë lufta kundër vetë popullit. Dhe lind nga një aksiom e Lord Actonit që thotë pushteti vret, nëse pushteti vret, pushteti absolut vret në mënyrë absolute. Dhe unë me këtë thënie, me këtë citat, kam hapur diplomën time dhe kam zhvilluar në bazë të studimeve të profesorit të nderuar Ramel, i cili ishte një antikomunist dhe i betuar për të zbërthyer, sidomos
aspektin vrastar ndaj vetë popullit, pra diploma ime quhej Democidi shqiptar, një luftë kundër vetë popullit në vitet e shkuara, pikërisht nga vepra e profesor Ramelit që shkruajti librin Shtetet vrastare, Shtetet asasine. The Assassin States është libri dhe aty të shpjegon se si të gjithë qindra milion viktimat e komunizmit, 100 milion tharë, duke cituar mbi 100 milion i nxjerr profesor Ameli, se si nëse do t'i shtrinim, thot, do të bënim xhiron e tokës disa herë. Dhe kjo mua, do të thonë, kjo besoj se duhet folur edhe me imazhe, duhet ta shpjegojmë se sa shumë viktima ka bë ideologjia e smur komuniste, që asgjë tjetër nuk është vetëm një shtypje dhe një vrasje e vazhdueshme kirurgjikale ndaj kundërshtarit politik. Nëse një kundërshtar politik i hyn në rrota komunistave, ai kthehet automatikisht në armik të tij, armik i partisë, armik i popullit, armik i ideologjisë. Vetëm kundërshtarëve apo edhe mes vetes, sepse ne kemi parë që karburant për komunizmin janë dhe njerëzit e vet, domethënë. E kthen pikërisht në armik çdo që i hyn në rrota dhe që nuk i duhet më fundja. Pra, nëse nuk i shërben më kauzës së tij, dhe nëse kthehet në armik apo në rrezik që ja rrezikon karrierën e pushtetit, atëherë kthehet në armik të ideologji, gjehet mënyra, pra studiohet mënyra për ta kthyer në armik baraz me armikun fillestar. Armiku fillestar është i dituri, i shkolluari, ai që mund ta rrëzojë nga pushteti me paradigma, me vlera, me gamën e tendencave vlerore që ja tregon, pra fe, familje, zot, komb, atë dhe baza e vlerave njerëzore, pra të vlerave individuale dhe sigurisht edhe vlerave shoqërore. Çfarë e mban një shoqëri të shëndetshme, një familje e shëndetshme, po të shturësh bërthamën kryesore të shoqërisë së shëndetshme, që është familja, po të shturësh familjen, ke shturur gjithë shoqërinë, siç po ndodh dhe kemi parë në të gjitha këto aspekte. Më ka ardhur topi pikërisht në momentin e duhur, duke vlerësuar zakonisht shumë tezën e Democidit, një zonjë që shumë e veçantë në Shqipëri, do thoya për ketën që nga gjithë njohuritë e mia që kam në këto 35 vjet mbi kapacitet intelektuale të ekspertizës në këtë fushë, jam shumë pak njerëz. Keda është padyshim një ndër to, po vetë Keda që si jeton në Shqipëri ose jeton me copa në Shqipëri, tregon dhe faktin se si ne nuk i krijojmë dot në Shqipëri mundësinë këtyre njerëzve që zhvillojnë tezat e tyre pikërisht aty ku është vendi i dur dhe këtu jam si thosh kapitali njerëzor, që është i thelbësor që ne nuk e lejojmë që të zhvillojë punën e vet pikërisht në këtë fushë, që është një fushë shumë e rëndësishme. Unë do të vazhdoj ke momenti se si fshihet genocidi brenda democidit në rastin shqiptar. Genocidi fshihet brenda democidit, pra vrasja për shkak se je shqiptar, që është genocidi, në rastin e një qeverie që vret popullin e vet, për mua sipas një tezë që kam elaboruar prej shumë vjetësh, ka të bëjë me faktin që në fakt qeveria shqiptare nuk ka qenë asgjë tjetër gjatë kohës komunizmit, vetëm një qeveri kuistinge e Serbisë, e Partisë Komuniste Jugoslave, po jo Jugoslave. Jo Jugoslave, por serbe. Kjo është teza ime dhe këtë tezë qëndroj fort, sepse kam studiuar vazhdimisht dhe duke pas kontakte në Kosovë, Maqedoni, për të njohur më shumë këtë lloj fenomeni. Mua më rezulton që partia jonë e punës, dikur Partia Komuniste, e themeluar nga Partia Komuniste Jugoslave de jure, në fakt ka qenë kontroll në UDB-s që në para se UDB-ja të krijojë. Dhe po të shohësh nga viti 48 që heroikisht qeveria komuniste shqiptare nuk u bë pjesë e Jugosllavisë, që për mua është një nga gjërat më të errta në diskutimet tona për shkak se ishte vendimi i Serbisë që Shqipëria të mos bëjë Republikë Shtat, për shkak të terrorit serb në Jugosllavi, raport me shqiptarët dhe faktit që do të shkatërrohej Serbia dhe do realizojë plani Titos, që ishte për të rrethuar Serbinë në një darë,
shqiptaro-kroate në perspektivën e saj që nuk interesonte serbëve dhe prisha me Jugosllavinë pikërisht në atë moment kur ne do të bëheshim Republikë e 7, prisha me Rusinë apo me Bashkimin Sovjetik në momentin që ata u lidhen me Jugosllavinë dhe me Amerikën, pra do lidheshim edhe me Titon, do të jepshim faktorit shqiptar një serum shumë fort mbijetese në momentin që sapo ishte kaluar terrori Rankovicit në vitet 45-60 dhe po ashtu prisha me Kinën në momentin që ata u lidhen me Amerikën dhe po ashtu refuzimi i Strausit në 85-ën që do ishte si thosh prap një faktor pozitiv në raport me Kosovën dhe me interesat shqiptare në rajon. Që do të thotë, në këndvështrimin tim, komunizmi ka qenë justifikimi ideologjik në Shqipëri i një pushtimi të fshet, njësoj si na ndodh sot me Sorosin, nga Serbia në Shqipëri nëpërmjet një familje në shërbim të Serbisë, ka qenë familja Hoxha, e cila shpejt u rigjenerua nëpërmjet futjes në lojë të Ramizalis në vitin 81, kur atë vetë serbët me Nexhmin të hoqin qafe me Meçon dhe figura tjera komuniste për shkak të frikës së mungesës kontrollit për vendimarrjen në raport me ndryshimet e ndaj gjeopolitike që më ndodhishin atë kohë në botë. Pra për mua komunizmi në Shqipëri ishte justifikimi i një pushtimi anti-shqiptar të Shqipërisë dhe kjo të shpjegon edhe democidin se si ishte një luftë ndaj gjithë popullit shqiptar. Nuk ishte kufi për asnjëri. Natyrisht filloi sipas listës Shçubrilovicit të vitit 1943-37, që quhet lista e zezë, e cili përcaktonte që të përzejmë shqiptarët nga rajoni, do na duhet herë të presim të gjithë elitën, kokat e gjithë elitës shqiptare në rajon. Ai kishte më tepër pjesën që sundonte Jugosllavia. Dhe Enver Hoxha gjëja e parë që bëri pastroi Shqipërinë nga si thosh elita e Shqipërisë. Pastaj pastroi Shqipërinë nga një elitë që ai vetë krijoi komunizmi liberal i sovjetik i post-stalinian, duke goditur të gjitha që ishin shkolluar në Perëndim. Goditi në vitet 70 atë elitë prapë që mbeti gjallë, po nga komunizmi në vitet 70, në mënyrë që në vitin 90 ne të kemi këtë Shqipëri që kemi, atë që si thosh realizojmë më njëherë projektin serb që Shqipëria të dilte përballë një mundësie perspektive me një klasë politike këtë që kemi, me këto pasoja që kemi në këtë hall që na ka zënë. Me që ra topi dhe në pushtimet. Po, jo, dakord, po kam dhe unë pyetje pastaj. Po, dakord, e kupton se sa muaj dhe vite janë të mbledhura për të folur në antikomunizëm, sa ajo që ekstrakti që tha, si Keda, si Mira Faqe. Po, janë vëllime, janë enciklopedi të gjitha. Po, unë dua thjesht në vijim të kësaj bisede, nisur nga Keda. Keni parasysh, komunizmi ka vrarë dhe ka derë gjak dhe ka jetuar me gjak. Varianti i ri i komunizmit, ky komunizmi që ndroi formë për shkak të ndryshimeve gjeopolitike, i përzierë dhe maltuzianët, po i vret njerëzit pa i lindur. Pra ligjet kundër familjes, agendat dhe gjithçka tjetër produktive në popullsisë, si dhe shpopullimi i vendit, janë t'i vrasësh pa gjak. Pra, skenaret janë shumë të errët në botë, por në Shqipëri janë të realizuar. Prandaj Shqipëria duhet hapte, nuk është vonë kurrë, një debat pikërisht mbështetur te kjo rezolut, masat për çmontimin e trashëgimisë të komunizmit. Është për mua një program politik i bërë, është një faqe A4 nga dy anët. Është gja i bërë. Unë citova një gjë, për nuk dua thash të mbaj audiencën me gjëra teknike, mjafton këto të treja. Jo, e ka thënë, janë fakte. Ja, më fal, e ka thënë një institucion politik superior i Europës. Nuk i kam thënë unë fare. Unë bashkohem me këtë. Do me thënë, oligarki, korrupsion dhe krimi organizuar i është në raportin ndërkombëtar sot. Ky thotë, nëse do të ndodhin këto zhduket shteti drejtës, zhduket drejtë e njerëzit, kaq. Kjo ishte fatkeqësia jonë më e madhe. Do doja thjesht të plotsoja, dhe pse s'ka nevojë ta plotsoja Ermirin. Çështja është që është fatkeqësi e madhe fakti që kjo rezoluti përket 96-s në një gjeografi europiane dhe botnore kur gjithçka dukej se po largohej nga komunizmi. Sepse të gjitha në Itali kishim një
qeveri të djathtë, në Gjermani gjithashtu, në Francë gjithashtu. Kishim pra një mendësi ndoshta drejt një distancimi nga... Kishim pritshmëri, shpresë, dhe ishte pra një dizenjo gjeografike e botës dhe Europës krejtësisht ndryshe nga ç'është sot. Pra, dhe kemi 30 vite, sepse kjo i përket 96-ës, pra 2026-a është pasdere, kemi 30 vjetë që kjo mendësi ka ndryshuar për keq. Dhe ka ndryshuar për keq sepse rrethet e financuar... Ka mbi 15 vjetë avokati që lufton kundra shoqërisë hapur, kundra organizatës më mafioze që ka dalë pas mafjes, që është ajo e Sorosit dhe gjithë tentakulat dhe bitë e tij, sepse nuk është vetëm ai, po janë shumë të tjera që janë një analizim që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizoi agjendën pas ikjes së Trumpit me Black Lives Matter. Eksakt. Thjesht për ta nënvizuar që rrëzuan shtatoret cancel culture, po, që filluan të bëjnë edhe në Itali, sepse Italia ka një forcë emulacioni të jashtëzakonshme. Pas Amerikës bie Rusisë është fiks, eksakt. Dhe Italia filloi dhe ajo duke rrëzuar buste, duke fshirë libra dhe duke korrigjuar ata. Hoqën Dostojevskin, hoqën Tolstojin, hoqën shkrimtar demdej rus, hoqën muzika ruse. Ktu arritëm. Deri aty u arrit. Do të shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer sërish së bashku për pjesën e dytë të emisionit. Lufta midis Francës dhe Prusisë në vitin 1871 ishte revolucioni që Marksi faktikisht ndërronte, sepse është prova e parë komuniste. Nga aty ka dalë edhe ashtu quajtura Komuna e Parisit, që ne kemi një lagje në Tiranë sot që njihet Komuna e Parisit. Komuna e Parisit është eksperimenti i parë komunist që la pas vetës 18.000 të vrarë. Dhe do doja, pasi kam hyrë dhe lexuar një libër shumë interesant, aty thotë që Parisi u shndrua në një qytet terrori, kishat dhe ndërtesat e qeverisë u shkatruan dhe njerëzit fetar u ekzekutuan nga komunistët, rrugët u mbushën me barrikada. Në fund fare pastaj komuna u shpërnda, pasi kishte vrarë njerëz. Ndërkohë bolshevizmi në Rusi, shkojmë nga Franca në Rusi, la pas vetës 29 milion njerëz që u përballën me varfërinë, 5 milion njerëz vdiqën nga uria. Lenini besonte se me anë të kësaj varfërie njerëzve do t'i ulej besimin në Zot dhe në fe dhe do të nënshtronte më lehtë për atë që ai quante komunizëm. Ndërkohë nuk ka pas komunizëm vetëm në vendet që unë ju thash. Du t'ju jap një shifër tjetër. Në Kinë humbën jetën më shumë se 30 milion njerëz, Mao Tse-duni, që krijoi Gardën e Kuqe ose Garda e Maos, që e hodhën vendin në terror të hapur. Në Kambodgja komunistët vranë 1/3 e popullsisë. Kujdes, për 150 vjet ideologjia komuniste ka qenë lidhur edhe me darvinizmin, 150 vjet lidhje midis komunizmit dhe darvinizmit. Pra ka secila teori ka pasur lidhje me tjetrën. Ndërkohë kam dhe të dhëna tjera, por mjaftojnë kaq për t'i drejtuar një pyetje Alfred Plumbit, i cili faktikisht është një nga ato zëra kundër komunizmit dhe prandaj e kam ftuar në studio. Si shikon të gjithë të dhëna dhe faktin që në Shqipëri ne njohim vetëm emrat e atyre që janë vrarë nga komunizmi? A mendoj që nuk dim emrat kush ka vrarë më vëlla këtu në Shqipëri? Kush janë këta njerëz që kanë vrarë? Është diçka, ata e kanë bërë gjithçka në mënyrë sofistikume. Kanë qenë mjeshtra për çaj e suno, arriten që të paralizonin atë që duhet të nollte në Shqipëri dënimin e krimeve të komunizmit, dhe ata që vranë në Shqipëri diheshin, se ne përmendë emrin e Arnit Qelës dhe të tjerë kriminal, dhe ke edhe kriminal që vranë edhe me dëpri dhe lanë rrugët e Shkodrës me gjak, dhe asnjëherë nuk u dënuan dhe nuk u nënshkruan ashtu siç duhej nënshtruar. Këta janë shumë të liq, janë të sofistikuar dhe vetëm goditje direkte mund t'i shkatrojnë. Sepse këta duan venime të forta, venime të prera për t'i shkatru dhe për t'i shkatru me rranjë. Se është një e keqe, është një kancer, që unë nuk jam mjek, nuk jam doktor, por në gjuhën e mjekësisë, nëse kancerin nuk e shgull me raj, ai rikthehet dhe të çon drejt vdekjes. Kështu është dhe komunizmi, një kancer, dhe është provuar. Dhe pastaj, më fal se të ndërpres, nga një komunizëm diktatorial
u kthyen në një komunizëm të sofistikuar. Ne gjithë e dim që Lale Eri ishte i financuar nga shoqata okulte dhe nga organizata edhe ambasada të ndryshme në vitin 2002. Dhe me atë u sponsorizuan edhe disa tjerë figura. Dhe ky njeri vite me ne dhe bëte protesta nano-ik. Pra ky donte të rëzonte Partinë Socialiste, që ishte një parti socialiste që nuk e kishte në kontroll shoqëria e hapur, sepse po bëhej transformimi nga komunizmi, socializmi tek shoqëria e hapur. Dhe e pam që pas disa vitesh, në 2005, Partia Socialiste u mor prej Edi Ramës, i mbështetur, i rritur, i përkdhelur dhe i sponsorizuar prej George Sorosit, dhe pastaj këta larguan gjithë elitën socialiste dhe e kthyen qeverisjen e tyre në shoqëri të hapur, ku paralizuan ekonominë shqiptare, bën monopol pushtetin, bënen shumë të rinj dhe të reja shqiptare të detyrojnë që të largohen prej Shqipërisë, duke mos ju dhënë as i mundësi, duke ndalu çdo lloj investimi në prodhimin vendas dhe duke bërë një politikë të mirëfillt shpopullimi, sepse vetëm duke e varfruar, duke e shpopulluar një vend, këta mund ta sundojnë. Pra, arritën deri këtu në këtë pikë dhe do të arrinin edhe më keq, por është një fakt fitoria e Donald Trump. Okay. Dhe shpresojmë, por ne duhet mos presim gjithçka nga Donald Trump. Ne duhet të marrim frenat në dorë dhe të krijojmë frymën ideologjike konservatore në PD, që i filloi si kaos me rithemelimin, por fatkeqësisht nuk u bë deri tani. Dhe nëse nuk bëhet një kaos vërtet konservatore, në Shqipëri do të dominojnë shoqëria hapur. Sot është jeta vdekje kauza konservatore në Shqipëri dhe në gjithë Ballkanin prenimor. Armir, ti banon të Komuna Parisit. Po. Përkohësisht. Po, jo, e mora domethënë për një provokacion që po të bëj. Tani ç'është Komuna Parisit? Të shumë do të them një provokacion tjetër. Shkon Pogradec tek gjykata, edhe nisun gjithë rrugën. Rrugica e parë është rrugica 11 janari. 11 janari është dita kur Asambleja Komuniste shpalli Republikën Komuniste të Shqipërisë. Pak më tuti është rruga 24 maj, një rrugë më tepër. Më falë, edhe një herë 11 janari kush është? Dita kur Asambleja Komuniste shpalli Republikën Komuniste të Shqipërisë. Komuniste. Pra instalimi i komunizmit. E cila me kushtetut, këto simbole janë hequr. E kem Pogradec, shko. Ngjitesh një rrugicë më tepër, është 24 maj. Në 24 maj 1944 është bërë një kongres ku është instaluar pushteti komunist dhe ku monarkin e kanë shpallur të paligjshme. Pra një parti shpall një sistem të paligjshëm. Është rruga tjetër. Ti thu Komuna Parisit, jam dakord. Në mes Tiranës, rruga kryesore kushtetare internacionale ka emrin Kajo Karafili, një vrasi me pagesë që ishte antar i qetës 5-s. Dhe emrat e shkollave, se po bisedonin me ketën, Sabaldin Gabrani, një pengmarrës, fëmish, natyrisht partizan. Po ku i kemi në figurat? Në Shqipëri, në Tiranë, duhet ishte shkolla Gjergj Fishta. Duhet ishte shkolla, ku di unë, me Relizën. Me falë se të nërpres. Dom Nikol Gazulli, që u vra, se qëndrov një vit në shpel, është hartusi i fjalorit shqipfolës më të perfekt. E të tjerë, se s'do ka lënë nominal. Pra, ideja është tu, u tha që do iqen simbolet e komunizmit, u hoq ylli nga flamuri, u dënuan disa antarë nomenklaturës të lartë komuniste, u bë dhe gjyqi për genocid, nga i cili dolën pafajshëm, ata e teksoj edhe njerë, dhe këto praktika, ne na sollën këtu ku jemi se nuk u dënua komunizmi. Nuk ka falje pa u penduar fajtori. Neve dolën fillim me sloganin opozitar po vlezër, bash fajtor po bash vojtës. Ndërkohë ata që bën genocidin, democidin, e çfarë do ashtin Shqipëri, që shtypën popullin, e tjetërsuan, e varfëruan, e sklavëruan, nuk dolën të kërkojnë ndjes. Ne i falëm. Me shtë drejt i falë ti atë që s'kërkon ndjes. Kërkon ndjes. Shumë do me thasë. 2.
gjaku është një gjë, që është jeta. Por tek jeta, tek drejtat bazë të jetës është prona. Asambleja Parlamentare i Këshillit të Evropës thot, Asambleja e Këshillit të Evropës kërkon thot jep prioritet kthimit pronës. Dhe sidomos thot për kishën. Kur thot për kishën, natyrisht përfshihen edhe xhamit. Sot në Shkodër ka një tension të jashtëzakonshëm për shkak se në tokën e kishës dhe xhamisë, kishës ortodokse dhe xhamisë, po ndërtohet një grattaciel në mes Shkodrës. Nuk ka simbol më monumental kundër kësaj rezolute dhe kundër asaj që ne nuk bëm, si sa një monument betoni mes Shkodrës ku përfshihet kisha dhe kësoj dhe njerë, toka vakëf e xhamisë Shkodër, toka e kishës ortodokse dhe toka e pronarëve privat. Ne kështu sove pronët që në 90-ën, pushtuam tokat e njëri tjetrit me pushk. Dhe askush, edhe sot e kësaj dite, nuk ka respekt për pronën. Pra, po them dhe njerë, është e njëjta bish që ka ndryshuar fytyrë, ka ndryshuar veshje, dhe na paraqitet si demokraci. Nuk është puna e dënimit, edhe kjo e thot, të dënohen, thot, autor, si që janë dënuar, janë kapur deri në vitin 80, deri në vitin 90, oficer dhe ushtar nazist që kanë kryer krime. Po nuk është qëllimi të dënosh atë që ka ekzekutuar. Është qëllimi të miratosh një paket që ty të shko provojnë në Kroacia dhe bëhet dorën kështu. Shko provojnë në Gjermani ta bësh dorën kështu. Shko në Burg direkt. Në Shqipëri, në çdo festë do vi 29 nëntor, do kesh fotografinë e Enver Hoxhës dhe njerëz që do dalin me grusht, me shallën e kuq. Shallën e kuq. Komunist me yll të kuq do dalin në rrugët e Shqipërisë. Nuk e kam unë simbolika më burit edhe. Se kam fare. E kam që kjo lloj prepotence e këtyre është sepse nuk u dënuan praktikat. Qartë. Ajo Kambodža që theti. E diti që në Kambodža në fund të sundimit të Khmerëve të kuq kishin ngelur vetëm 44 mjek në gjithë Kambodžën. Çfarë ndodhi? Kishin marrë gjithë intelektual, mjek, mësues, çfarë do është inxhinier dhe i çonin punorin në horizore dhe vinin Khmerët dhe kuq doshin. Doktor, kush janë? 10 doktor. Grrr edhe linin atje të vdisnin. Ky është komunizmi. Në forma, pastaj merret transformohet si duash, që të rrëmbimi i pronës, shkelja e demokracisë, mos respektimi për fenë dhe për kultet, dhe mbi të gjitha mos respektimi për njeriu, dhe mbi të gjitha, sepse njeriu nuk mund të jetë njeri pa liri. Dhe neve sot jetojmë në një sistem ku s'ka as demokraci, as liri, dhe komunizmi vazhdon në formën e tij me kozmetik, pra ka bërë hundur, ka bërë gjoksi, përveç organit gjinital që e mban dhe me ato vazhdojnë na ashtu siç na ka ashtusur, dhe duket një gjë e bukur, moderne, me një burr që i herë dilte me vath, i herë me çorape të kuqe, i herë me çitjane këtu dhe thonin shqiptarët ua sa modern është Edi Rama. Këtë dëshat kapesha. Më fal, edhe ta mbysi koncept këtë ase. Dhe ky njeri ju shit shqiptarëve si njeriu modern që erdhi nga Franca. Me qëra fjali, edhe Enver Hoxha me të mesme erdhi nga Franca, edhe Pol Poti nga Kambodža erdhi nga Franca. Nuk e di se çka ka një magji ai, vendi komunist Parisit. Dhe erdhi Edi Rama dhe thamë ne, ja po ç'i duam këta ne, ja, erdhi djali modern. Dhe djali modern ka transformuar komunizmin e etërve, mori bit nominalisht dhe i futin kabinet qeveritar, natyrisht i kanë diplomaci, i kanë parlament pafundësisht. Ata emra dhe mbi emra janë. Por këta fëmijë vetë e parë kishin kabinetet 13 dhe 17. Dhe sot e kësaj dite e ke zëvon kryeministër mbesën e njërit, byroja politike. Sot. Jam krenar atë. Ta njerëz, po më dakord, pse mos jenë krenar më valla? Se mos jenë kur nuk i nuk është krenare kjo zonja këtu, që vjen nga familja e përndjekur dhe këta ishin të parë që u dëbuan nga Shqipëria me lezet. I dha mundësi këtyre ne ishin interim. Shifni Europë. Ikën të parë të përndjekurit. Të parë nga nikur të përndjekur politik. Dhe sot nuk gjen asnjë nga ajo klasë, o ka vdekur, o janë dëbuar, ose janë konvertuar. Nëse nuk e kam tek pjesa njerëzore, e kam tek praktikat, morse fëmijët tanë po gëzojnë, po thonë, më gjë e bukur pse të jemi të barabartë. Edhe ligji i barasisë që ne do të jemi të barabartë edhe në gjini sot. Altin, Keda. Po, jepja. Altin, te ky debat ku qëndron?
në raport edhe me emërtimet që janë vënë rrugëve, kemi sot tendenca me ndonë politikë për të rikthy komunizmin në Shqipëri, sepse këto provokacionet që thotë Armiri që ndodhin në Shkodër, ndodhin me 29 nëntor, ndodhin ditën kur ka vdek ai qof largu, ditën që ka lind. Pra, si po bëhen si shumë këto del kryetari i gjykatës lartë me shall komunist, Partia Socialiste i nderon të varrezat e dëshmorëve me shall komunist. Pra ç'është kjo histori, domethënë? Më fal, një pas do thoj vetëm për anekdot. Para ca ditësh thoshte kujtim Çekani. Thoshte, "Ore po festoj shlirimin e Librazhit, por Librazhi s'ka qenë atko." S'ka ekzistuar. Tamam. Unë besoj Kemi dhe i parti në Shqipëri, neokomunistët, cilët nuk e pranojnë fakt. Po pra, unë besoj që është një nevojë që ka shpjeguar Kadareja tek kënga e tij për partinë. Ka shpjeguar tek fakti që ka të bëjë me legjitimimin. Po jo legjitimimin e partisë, legjitimimin e tyre si elita, thojza udhëheqëse e Shqipërisë. Që do të thotë e kanë fituar pushtetin me gjak, dhe do ta mbrojnë me gjak deri në pikën e fundit. Unë e perceptoj, madje se kam dhe gabim, që kjo nuk është një çështje spontane dhe sporadike. Kjo është pjesë e ideologjisë së George Soros. Duhet t'ju kujtoj dy detaje. Karl Poperi, që është themeluesi i filozofisë shoqërisë hapur, që është dhe ideologjia zyrtare, pra thosh është ideologu i George Sorosit, është stërnip i familjes Schiff. Familja Schiff është ajo që ka financuar krijesën bolshevike, pavarësisht se kjo nuk bëhet librat e shkollës, sipas gjitha dokumentave nuk ka pas një revolucion bolshevik tetorit, ka qenë thjesht një kalim pushteti nga një njeri i tyre në njeriun e tyre, që ishte nga Kerenski tek Lenini dhe Trotski. Dhe historia e vërtetë e Bashkimit Sovjetik nuk është ajo që na kanë treguar libra, na kanë ngujnuar gjithë. Historia e Bashkimit Sovjetik është historia e Wall Streetit. Në qoftë se ju do hyni në historinë e vërtetë të Bashkimit Sovjetik, do habiteni që gjithçka që na kanë treguar në shkollë ishte rrem. Për shembull, na mësuan në shkollë që socializmi ishte elektrifikim para socializëm. Në fakt nuk ishte fjalë e plot, kishte hequr i fjalë. Kishte hequr fjalë General Electric, që ishte kompania amerikane. I gjithë Bashkimi Sovjetik është financuar nga Wall Streeti, është shpikur nga Wall Streeti, nga një grup të cilët duhet ta themi të vërtetë ashtu siç është, ishin hebrej në origjinë dhe vetë shifti që financoi edhe goditjen e perandorisë ruse për të krijuar terrorin më të madh të historisë komunizmit, që mos deklaracion me Komunën e Parisit, por me revolucionin francez, Revolucioni francez, bravo. 1789. Po, që është financuar po nga këta. Në thelb mua më del si teori që edhe fabianizmi që është sot fytyra e Bashkimit Evropian apo Bashkimit Sovjetik Evropian, edhe fytyra e Bashkimit Sovjetik real, është fytyra e një familje që është familja Rothschild. Rastësisht, pra këto janë koincidencat e çuditshme në histori, është që si Marksi që ka emrin e vërtet Mordecai, ashtu dhe Rothschild janë të dy nipër të të njëjtit gjysh. Dhe ky është dokument historik që gjen në Wikipedia kushdo që futet. Janë dy duar, një e majtë dhe një gjoja e djathtë, që fakt është e majta fabianiste, dhe nëse e mbani mend ne shqiptarët më parë një dram që ishte orët e Kremlinit. Dhe aty ne s'na kanë treguar që personi që takon Leninin në zyrë është koka kreu i fabianizmit botror, që është ideologjia e sotme e majtë komuniste, sorosiste, fabianiste, që janë takuar në zyrë dhe po diskutojnë për modelin leninist që bjerë t'i bind gjithëve, apo duke marrë pak nga pak pushtetin. Ne sot jemi ke faza e fabianizmit, e përzirë me bolshevizmin që fakt janë dy fytyra të të njëjtës krijesë, të të njëjtit gjarpër, që ka democidi në thelb, transformimin e shoqërisë njerëzore që sot bazohet ky komunizëm i ri tek një teori e shpikur në vitet 22 që quhet Pan-Europa, që është Bashkimi Evropian. Stop, më fal, vetëm e kupton pse Donald Trump tani Tu do dalë. ashtu. Koncepti Pan-Europës, që është gjithë ideologjia bazë që është në luftë me Trumpin dhe me konservatorët në Europë, u shpik nga një person i çuditshëm që për ta ofenduar mund t'i thonin fjalën bastard, për faktin se ishte një krijesë nga 7 kombe. Ishte grek nga Kipro, ishte hungares këtej, japonez nga mamaja. Do një gjyshe, kishte ndonjë gjyshe kështu me Ai ishte një qenie me të gjitha racat brenda dhe donte që të zhdukej raca europiane, kështu e konsideronte ai, raca rrezikshme, sepse duhet krijohet një racë e quhet euronegroid. Europian të përzirë me afrikan, që të shkatërrojmë shpirtin agresiv evropian dhe të shkatërrojmë shtresën e mesme dhe ai përsaton 3 goditje të bazë. Që të cilat kanë ndodhur. Kisha,
shtresa e mesme pra familja dhe shtresa pra pavarësia, dhe e treta ishte identiteti kombëtar. Kjo është ideologjia bazë e Bashkimit Evropian, dhe kjo ideologji bazë e Bashkimit Evropian, që financohet po nga ajo familje dhe nga gjitha familjet përkatëse që prodhuan bolshevizmi, fabianizmi dhe gjithçka tjetër, janë armiqtë e vërtet të konservatorizmit, janë armiqtë e vërtet të kombit, të fesë, të dheut, familjes, edhe ideologjia e degenderizimit që na kanë miratur ligjin. Këtë është pjesë e këtij fabianizmi dhe dua t'ja bëja këtë analizë njerëzve për të kujtuar që ne që jemi mbledhur këtu, ne po flasim për histori. Ne po flasim për real politik të sotme. Arsye që ne po merrem me komunizmin ka të bëjë se fytyra e komunizmit në rrënjët e veta komuniste shfaqet me fytyrën e re që është një gjë ta nxjerrësh paraqim pasqyrave ti vesh emra socialdemokrat, socializëm, komunizëm, lloj emrash ti vesh është e njëjta thelb, është e njëjta gjë që ka në thelb shkatërrimin e identitetit civilizimit evropian, kombit, adheut, familjes, besimit në Zot dhe gjithçka e tjetër. Dhe sundimit. Kjo është arsye që pse Trump e ka vënë këtë dhe ne që po e bëjmë të emision po e bëjmë që të hedhim këtë farë të rikthimit në real politik, jo në histori. Domethënë ne po flasim për të shkuarën, se këtë mendojnë njerëzit. Ne po flasim vetëm për të tashmen. Edhe për të ardhmen aty. Edhe për të ardhmen. Sepse ky është realisht armiku që ne kemi përballë. Ai Shalli Kuqi, pionerit, i kryetarit të gjykatës lart, është mesazh më i fortë se cila gjykatë sot e ka Shqipëri. Keda. Fatmirësisht flasim edhe pak për histori, sepse pa të shkuarën jemi të detyruar edhe të dënuar ta përsërisim të shkuarën. Pra, pa e lexuar mirë të shkuarën, neve sot pikërisht për këtë arsye, sepse nuk e kemi lexuar mirë. Ne mund ta kemi lexuar mirë. Problemi është se qarqet që duhet ta lexonin mirë të shkuarën nuk e kanë bërë. Dosha të kapesha shpar nga një aspekt tek Armiri. Ajo rezoluta i ka të gjitha, i përmban të gjitha. Fatkeqësisht, jo vetëm nuk është zbatuar dhe nuk kemi gjasa që të arrijmë ta zbatojmë ndonjëherë. Po neve nuk kemi marrë akoma, nuk dua të merrem shumë me të kaluarën, por nuk mund të lem pa përmendur se në çfarë komunizmi shqiptar është sjell ndaj gruas, madje edhe ndaj kafshëve. Nuk ka asnjë vend të botës, në asnjë vend të botës, pra ndoshta në Kambodža i kanë gratë shtatzane. Nuk jam plotësisht e sigurt, por Zyra Kamanon e kanë vrarë shtatzan. Janë në sjelljen ndaj gruas shihet në çmas arrin forma e tjetërsimit të njeriu. Dhe në Shqipëri ne kemi historinë çuditërisht personale, sepse më prek nga afër. Në Shqipëri jemi marrë me fëmijët për të provokuar sistemin. Gjyshja ime e bia e nën kuestorit, e zëvendës kryestorit të Tiranës në vitet e luftës është marrë peng 10 vjeçe nga guerillasit shqiptar, nga partizanët shqiptar, e përmendi Sebaldin Gabrani, e përmendi Armiri. Po gjithashtu me grupin ku është ekzekutuar gjyshi im, ka qenë dhe gjyshja ime pra ishte një fëmijë në moshë 10 vjeçare dhe në këtë formë janë sjell me gratë. Me gjyshin tim, me Yunus Kacelin, Indrit Shpirti është pushkatuar studiuesja Sabiha Kasimati. Zyra Kamanon e përmenda. Më falë, Musinen, ko ka lartë i shku në flokat, pa i gjyqë. Musinen e kanë lënë në gjendjen më të mjerueshme një intelektuale të jashtëzakonshme. Ke një fjali që thatë, sem dakord, që vetëm Kambodža dhe ti për gratë shtatzane, e kanë bërë serbët rregullisht në shqiptarët. Se kjo ka qenë partia serbe. Eksakt. Po, shumë e vërtet, kundër shqiptarëve të Kosovës me fal janë bërë masakra me gra dhe edhe kur kanë zbritë serbët dhe Shqipëritë mesme, kanë bërë të njëjta gjëra. I kanë bërë në vazhdimsi. Por ndaj kafshëve nuk ka asnjë lloj shembulli që të vritet me gjyq ushtarak një qen i pafajshëm sepse mbështet kryengritësit e lirisë
kryengritësit e Spaqit, madje është iniciatori Tarti i shkret, i bekuar, është varë në Trekëmshin, i cili nuk funksionoi në fillim dhe këta ishin komunistat nuk zbatonin as ligjin i cili nëse nuk shkrep pushka, nëse nuk funksionon Trekëmshi, nëse nuk punon giotina ose mjeti tjetër për të vrarë, komunistët nuk e zbatonin. Nuk e kanë zbatuar. Ashtu janë sjellë edhe me të dënuarit e Kënetës Maliqit, edhe aty nuk ka funksionuar Trekëmshi. Sabotatorët e Kënetës Maliqit. Dhe aty nuk ka funksionuar Alfred, na jep një mesazh të fundit, pasi në pjesën e tretë ne do të ndërrojmë pak temë, do qëndrojmë te një gjë faktikisht, sepse ka filluar përmbjekja e aktivistëve nga komunizmi i ri që është në aksion. Ne do kemi të ftuar zotin Andrea Bregu, i cili ka marrë një procedim, e kanë thritur në polici bashkë me avokatin Altin Goxhej, por këtu do kalojmë te pjesa e tretë, doja ta mbyllte Alfredi këtë pjesë me një mesazh në raport me çështjen që po diskutojmë. Komunizmin e maskuar të shoqërisë hapur për fat mirë, dhe disa njerëz që janë me bindje të majta nuk e duan, dhe kjo është që ata janë gatshëm të bashkohen kundër këtij sistemi dhe janë edhe njerëz të majtë, jo që kanë pas pushtet komunizëm, po njerëz të thjeshtë të manipuluar, dhe sot ata po besin pakic. Dhe ne duhet të jemi të vendosur, të mos bëjmë gabime në përzgjedhjen e njerëzve që do të përshojmë këtë betejë, të përzgjedhim njerëz që kanë lënë prova që nuk tërhiqen dhe janë qëndrestar në momente të vështira dhe jo njerëz që vinë për të përfituar, sepse kjo don parime, kjo don ideologji, kjo don forcë. Modeli është në Britaninë e Madhe me Boris Johnsonin, i cili ishte i pari që largohu Britaninë prej Bashkimit Evropian, që Bashkimi Evropian ishte maskimi i neokomunizmit, siç e that me fakte qartë avokat Goxhaj, dhe sot ne të gjithë së bashku duhet të jemi të vendosur dhe ta ndalojmë këtë, sepse nëse nuk ndalojmë këtë, do jetë fatale dhe do shkatërrohet jeta, do shkatërrohen brezat, do shkatërrohet çdo gjë. Pra sot është një luftë të cilën ne duhet ta fitojmë dhe do ta fitojmë. Okej, faleminderit. Alfred, ti do na bashkohesh edhe në emisione tjera. Unë ndërkohë do të anoncoj publicitet, bëhet gati Andrea Bregu për të na u bashkuar në pjesën e tretë të emisionit. Publicitet. Jemi rikthyer së bashku në studio në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, të fokusuar tek një plagë e madhe siç është komunizmi. Në fakt, plaga është populli shqiptar, është democidi, në fakt një term shumë interesant. Lufta kundër popullit tënd, vrasja e popullit tënd. Persekutimi vazhdon me mënyra të tjera. Kam tani në studio na është bashkuar në panel aktivisti Andrea Bregu, i cili besoj unë ishte, siç e thotë dhe avokat Altin Goxhej, rasti i parë ose shembulli i parë pas miratimit të ligjit, viktima e parë në thojza e këtij ligji, pasi Andrea Bregu në cilësinë e gazetarit, aktivistit, koordinatorit të Aleancës Konservatore, kishte bërë një denoncim me rrogat që marrin LGBTQI+S shoqatat e Sorosit të agjendës LGBT. Po, dhe çfarë ndodhi, Andrea, për një publik që nuk e di fare se çka ka ndodhur me ty? Domethënë të mori policia ç'a ndodhi, ma shpjego pak me fjalë thjeshta. Atëherë 2 ditë më vonë pasi publikova rrogat, më merr një OPG pranë drejtorisë vendore të policisë Tiranë. Dhe më thotë që ka një kallëzim, po nuk më vën në dieni se kush janë palët që më kanë kallëzuar. Dhe marr avokat Altin Goxhej, që më shpjegon që unë duhet të jem në drejtorinë vendore të policisë Tiranë në prezencën e avokatit. Dhe po në prezencën e avokatit vjen dieni nga OPG që më ka kallëzuar Xheni Karaj. Për çfarë? Për shpërndarje të materialeve kompjuterike që nxisin gjuhë rretje. Po ti a ke publiku rrogat e Po, i kam këtu. Gjitha rrogat. Këto janë çfarë janë këto, Andrea, këto që kemi letër? Këto janë rrogat e rrogtarëve të Sorosit të agjendës LGBT në Shqipëri. Dhe është vetëm një pjesë, pasi sot kam dhe pjesën e dytë të këtyre. Por e fal, ti e ke ngrënë që e ke ngrënë. Ai në zonja Ja, për shembull, është një person Altin Azizaj, që është edhe për shoqatën e fëmijëve dhe është edhe për shoqatën e ambasadës Pink, që ka 2 rroga.
ambasada ku? Po se kuptova. Jo, është pyetje drejt, por mirë, Po pra, desha të di cilit shtet, ambasada. Është shoqata Se nuk i dim ca gjëra, Arti, nuk i dim ca gjëra. Ambasada? Pink. Okej. Edhe kjo shoqat merret me çështjet e LGBT-ve, por ky person është edhe për çështjet e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve. Pra ka dy rroga. Sa? Nëse mund ta E ke ngrënë, jepi. njërin e ka të pashënuar, tjetrën e ka Altin Azizaj, ambasada Pink. Bëjmë vizë nga ke shkollaj. Ka lidhje me Pink Floyd atë kjo? Jo, është e kundërta. Na ka shëmtuar më nish. Nëse ke faqe tjetër nga? Jo. Ke faqe tjetër zhroga, shifra më duket. Është diku te 600.000 lekë. Të vjetra. Po. Pra kysh me rrogë minimale. Po. Këto janë rrogat minimale. Po tani çat keq që ka me këto tani se këto nuk po kuptojnë si gazetar. Domethënë ti ke nxjerr një dokument që e ke gjetë në rrjetet sociale, nuk e di puna jote ku e ke gjetë, s'ka rëndësi se s'do të tregosh burimin, por se ti je edhe gazetar. Në rrjetet sociale dhe çfarë problemi ka tani se s'kuptoj konfliktin. Sipas Xhenika Rajt është shpërlarje e materialeve që nxisin gjuhë urrëtie. Unë kisha akuzuar për prishje imazhi, ambasador me 600.000 lekë. Tani çfarë të reje kemi Andrea? Shkurtimisht se duhet ja jap dhe Altini. Atëherë janë dy shoqata. Po? Që është ky lajm këtu i Birnit Sorosit. Dhe Birni Sorosit citon dy shoqata. Është Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, GDAC, dhe rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri. Po? Kjo e dyta është spin-offi Dalina Ficos. Dhe po të shikoni, e para Mirela Ariqi Malli e ka 3 milion lek rrogën. E ka 3 milion lek rrogën, kurse tjetra është e spin-offit të Dalina Ficos është 2.5 milion lek në muaj. Pra këto rroga janë vetëm të 2021-shit, sepse janë më shumë. Dhe vetë personi Luana Mirto ka deklaruar që janë rroga dhe më të larta në vitin 2025. Unë shoh që këto më kanë kallëzuar që unë të mendoj që unë do shantazhohem apo do kërcënohem nga denoncimi që unë kam bërë. Por siç e pat, unë prap nxorra rroga sot dhe unë prap do vazhdoj ta bëj këtë sepse nuk është çështja ime. Është çështje më e madhe, është çështje për të mbrojtur fëmijët e shqiptarëve. Pse po e bën Andrea Bregu këtë që t'ja qartësojmë njerëzve edhe herë? Pra ti po e bën këtë veprim për me i tregu shqiptarëve çfarë? Këta kanë një agjend. Po? Që të shkojnë te çdo fëmijë i çdo shqiptari. Për të menduar që fëmijët e shqiptarëve janë të prekur dhe të preken nga kjo agjend për t'i degenderizuar ata. Çfarë do të thonë genderizimi, se njerëzit që fëmijët e shqiptarëve të mendojnë që ka një sjellje ndryshme, që të mendojnë që ata nuk janë femër apo mashkull. Po? Kanë lindur në trupin e gabum, do të thosh. Po. Dhe kjo është një agjendë kundër fëmijëve të shqiptarëve. Pra këta po thu që ta dekryptoj atë që po thu, këta marrin lek që të shkojnë te fëmijët e shqiptarëve nëpër shkolla, që të implementojnë këtë gjë. Po ke fakte për këtë që po thu? Është vetë shoqata e Altin Aziza që shkon nëpër shkolla. Është edhe janë materiale që kanë nxjerrë dhe avokati Altin Goxha në 2016 për që Xhenika Raj me shokë me shoqe shkonte në gjimnazet apo shkollat e Tiranës. Dhe këta e kanë ligjëruar këtë çështje. Si shkonte, kush i lente këtë? Futeshin kështu brenda apo futen me zor me dhunë? Vetë pushteti. Jo velia. Okej, ke diçka për të shtuar në fillim apo ta kaloj te Altini? Altin. Ç'është kjo histori tani? Se ti ke qenë në polici bashkë me Andrean, kemi parë që ke dhënë një deklaratë. Mund të them që momenti i parë ka qenë shumë skandaloz, po tashmë rutinë për ne. Andrea si pengoje drejta për pas avokat gjë e parë. Nga një person, një burr, i cili thoshte jo ti s'lejo të hysh sepse ky vetëm do merret në pyetje. Thash unë, ky shkallëzuar e tim thua ky do merret në pyetje pa avokatin, thash po ky syni thash. Dhe po mirë ne arrestoni. Ha bëni tash. Kuptohet që ishte provokimi, shantazh. Po. Por u habita që kur shkuam ke zyra OPG-s,
Ishin disa zonja aty që ishin shumë korrekte dhe bën punën profesionale dhe na e shpjeguar problemin. Dalim të thelbi. Problemi është që tashmë këta kanë filluar kallëzimet pas të ligjit të ri pa hyrë akoma në fuqi ligjëri. Dhe kallëzimi ishte që Andrea pas ka ngjatë gjuhë urrëti sepse ka publikuar rrogat e tyre. Po këtë nuk e kuptoj. As ata nuk e kuptuan. Dhe realisht edhe OPG-t ishin të habitur, po s'kishin ç'bënin sepse ka një parim. Vjen një kallëzim i detyruar ta marrësh. Dhe Andrea do shkoj tash në prokurori. Ata do vendosin çfarë do bëhet me Andrea. Pra, çështja është referuar në prokurori. Po, është detyrim. Është detyrim. Po tani çfarë ndodh altin? Ajo që ndodh është që gjithë mediat, me përjashtim të atë vetë në media tjetër. Jo thuaj emrat e mediave, pa merak, ato që e kanë nxjerr, paktën ti falenderojmë. Jo që, ja, faksi. Po. Ku diu? Kush ka nxjerr tjetër njoftim për ty? Që ti falenderoj. Është një portal zëri, është Report.al, Report.al. Është Gazeta Impact dhe po shumë mirë, paktën Gazeta Shqip. Se unë jam xheloz shumë. Është doja të bëj një ndërhyrje. Një portal në Shqipëri ka bërë një diversion ndaj meje 24 orë më përpara. Dhe ka thënë që unë kam publikuar rrogat e komunitetit LGBT. Unë s'kam publikuar asnjë rrog të asnjë antari të komunitetit LGBT. Atë se tua do të? Unë Se mund t'jenë antarët. Jo, ka ku tjetër kështu. Unë dua ta bëj sqarim për publikun që këta nëpërmjet portaleve të paguara nga pushteti i publikojnë vetë to lajme dhe me titull që unë kam publikuar rrogat e komunitetit LGBT. Unë kam publikuar rrogat e shoqatave të agjendës LGBT në Shqipëri. Qartë, okay. E bën diferencë, kjo që tha Andrea bën shumë diferencë. Sepse kërkojnë sepse ata duan që ta përdorin argumentin sikur ky po shantazhon nëpërmjet publikimit rrogave individ që kanë orientim seksual. Fare. Ka të bëjë vetëm me mercenarët e kësaj betejë që për cilën po flisim për dy pjesësh të emisionit. Unë doja t'i kujtoja gjithë shqiptarëve që pjesa 3 ka lidhje me dy pjesët e para, apo jo? Po këtë po shpjegoj. Absolut. Ka lidhje, sepse nëse në këtë rast fëmijët përdoren për t'i shndruar konotatet që i ka dhënë Zoti dhe natyra dhe ashtu siç kanë ardhur nga lindja, dikur i varshin fëmijëve pushkën në krah dhe i çojshin me vra. I mësonin me spionu. Vllavrasjen, i mësojshin me spionu, i përdorshin për me shpërnda traktet dhe me spionu vetë familjarët. Armir, du një koment nga baroja që ta kaloj Andreas. E përmenda këtë të mediave për faktin se unë jam skandalizuar nga fakti që quhet lajm në çdo student vitit parë gazetari e kupton ai këtë gjë, që sapo miratohet ligji, bëhet kallëzimi i parë në polici dhe thirret në polici një person pse publikon rrogat e këtyre të ligjit. Që do të thotë ky është për mua lajm. Këtë e di dhe një student vitit parë. Pse? Sepse ky lajm ka krijuar sezblet shumë të madh. Dhe kur i pari person thirret pikërisht për këtë gjë, në këtë moment ky është një lajm, censura ndaj këtij lajmi, tregon që ne jetojmë në botën e censurës komuniste, e cila sot shfaqet në këto lloj formash me një fjali të re komuniste, që quhet political correctly, duhet të mos thuash gjëra që disa njerëz mund të ndihen keq. Ca njerëz ndihen keq se su pëlqen natyra, kupton logjikën. Kush e vendos këtë politikë? Pikërisht pra, po ja kjo është partia. Partia nëpërmjet përdorimit të një instrumenti ligjor, sepse në thelb është partia si koncept. Siç ka qenë atë kohë, nëna partie dinte atë punë, këta e dinë këtë punë, filozofia shqyrësare po është partia e re. Dhe unë doja ta theksoja këtë fakt që Andrea ja shpjegoi qartë atyre që do vazhdoj ta bëj këtë punë që ka bërë, sepse ne e shpjeguam, unë e shpjegova edhe si avokat që ky është një shantazhim që po i bëhet Andreas. Kam tentuar para 6 muaj ta bëjnë dhe një aktiviste tjetër, Dorina Memës, e cila kur shkoi në Angli për të marrë pjesë në një aktivitet konservator, këta e kallëzuan polici pse kishte publikuar në Facebook, në Instagramin e saj, njoftimin që kishte bërë komisioneri kundër diskriminimit, asaj, sepse sipas atyre, aty që nga adresa e tyre dhe kjo adresa e tyre që nga sekrete e organizatës publike, ndërkohë që personi ka ardhur publikisht nga institucion publik kjo letër. Pse po i them këto gjëra? Që ti sensibilizoj gjithë ata që na dëgjojnë. Që kanë marrë lehtë këtë punë. Kujtojnë se këto janë spektakle parlamentare, janë spektakle që ndodhin diku tjetër, çdo gjë lidhet me fëmijët e tyre. Domethënë gjithë historia që ne po flasim ka të bëjë që komunizmi i ri tani ka fut kthjetrat ke brezi se menes ta ndryshon dot mendjen. Duan t'ia ndryshojnë atyre mendjen. Duan ti degenderizojnë, pra tu japin një kuptim, si thosh,
rënues mbi identitetin e tyre seksual, që ata e quajnë tashmë gjinor, që edhe kjo është një fjalë komuniste, kjo fjalë gjinor, pasi femra dhe mashkulli quhet grua burr sa duash, prap e njëjta gjë duhet jetë, në thelb këta e kanë ndryshuar, dhe koncepti është që ke fëmijët e vegjël, këta kanë futur kthetrat prej vitesh. Ju e dini që ne kemi ndalu këta para ca vitesh kur I gjetëm në shkollat e mesme, duke deklaruar Gjeni Karaj me transseksualet që merrte me vete, që është e lumtur që po gjen të rinj aktiv për të çuar para kauzën LGBT në moshën 15, 16, 17 vjeç. Fëmijët e atyre që po na ndjekin tash. Dhe Andrea nuk mund të trajtohet si një çështje që ndodhi diçka dhe iku një lajm, po duhet ta kuptojmë që po vjen ke shtëpia atyre. Arsyeja pse ky është një lajm I rëndësishëm rasti Andreas është sepse ky është kambana e alarmit se çfarë po vjen, po ju pa e firmos akoma presidenti. Këtë ligj. Mendoni kur ta firmos. Do ju vjen gjobën e parë 1,5 milion lekë. Pse folët? Në gjoba e dytë do të jetë më njëri nëse s'kërkoni falje. Dhe juve do ju shkatërrojnë, do ju marrin shtëpinë sipas ligjeve të reja të përmbarimit. Pra, mendoni se ku po shkoni dhe heshtja juaj sa do ju kushtoj për fëmijët tuaj. Ky është arsyeja pse rasti Andreas është mirë. Unë mendoj që në koherencë plot me temën e emisionit, me piknisjen e emisionit, pra që tham, presidenti Donald Trump ka shpallur një javë sensibilizim në luftë kundër komunizmit, ne 1 orë gjysmë falteje kemi mundësi ta themi publikisht dhe e nisëm me historinë, vazhdojmë tashme ja ku keni të ardhmen. Ky djali këtu të lutem Anxhir për zotrin. Të lutem. Urdo, shikoni këtë Andrea. Ashtu. Shikoni këtë djalin? Ky është shembulli I ligjit agitacion e propagandë. Janë dënuar shqiptar sepse kanë thënë, ka hyrë në radhë, ka thënë ka djath, jo, s'kishte djath. Dhe ka hyrë në burg 5 vjet agitacion propagandë. Ka dalë ky zotria, ka marrë një listë që nuk e ka vjedhur, dhe ka botuar një listë pagash. Siç doli dikur një listë e ujësjellësit, nuk u dënua njëri për atë ujësjellësit, ku punonin kolegët tanë që mbyllin gojën. Për këtë arsye, ky person është thirrur do të shkojnë në prokurori. E bën se bën prokuroria këtë gjë ka shumë pak rëndësi. Ka rëndësi procesi që një grup I caktuar social që ka luftuar të miratoj një ligj për të mbrojtur se është minorancë, tani do t'i diktohet shumicës. Si do t'i diktohet që shumica duhet të hedhë vallet sipas avazit të këtij komuniteti. Dhe çfarë ndodh? Sot kanë marrë Andrea. Nesër Saltini shkon ke fëmijët. Të më ndjeni për cinizmi për shqiptarët dhe kanë shitur fëmijët e tyre. Jo të gjithë, po ka shqiptarë që kanë shitur. Ka shqiptarë që nuk mendojnë më larg se fëmijët e tyre. Mendojnë deri unda. Dhe këtyre I them, jo fëmijët, jo. Juve do t'i fusin burg. Është ajo që thot Altini, do t'ju marrin shtëpinë. Edhe për një shaka, do t'jeni duke treguar një barcolet, në klub, dhe do ta paguash me pensionin e një viti. Dhe kjo është ajo agjend kundër cilës ne luftojmë, pavarësisht I vëmë emri konservator, antikomunist, si don ju. Në qoftë se ne kemi dalë dhe po mbrojmë familjen shqiptare, po mbrojmë kemi vënë emrin familje sepse në fund fare ajo dhe njeriu po goditet në ADN. Në ADN, kur them ADN është identitet. Ti sot, ti ke lindur mashkull, nesër jo. Dhe nesër mund t'jesh dhe me ADN mashkull, por kjo nuk përbën asnjë lloj gjëje. Dhe ajo do të shtyrë më shumë, se më pëlqeu termi democid, nuk e kisha asur edhe për gëzoj që ke bërë temë për këtë. Nuk e di çfarë cidi është vrasja e individit. Pra ti nuk je më individ. Ti nuk je më individ. Qenie e pandashme, qenie koherente dhe me një identitet caktuar, ti je me shumë identitete. Dhe unë mund të sulmoj ty mbas të ndjeshmërive të mia mbështetur nga ligji. Duket si terma kështu më çapo flasin këta. Ja pra edhe një herë, shikojeni këtë djalin këtu. Ky djali këtu ka marrë dhe ka bërë një akt transparence, me të drejtën që jep kushtetuta e Republikës Shqipërisë të lirisë së fjalës dhe të shprehjes. Ka marrë dhe shprehur, o vëlla, këta njerëz që kanë luftuar për ligjin, thot, në mos gaboj, marrin këto rroga.
Pse i vjen turp dikujt për rrogën e vet? Po, mund t'i vi frikë për mos deklarimin. Dikujt, nuk them për Mëse kanë të mos deklarimi, besoj. Por në qoftë se një zonjë merr nga 3 milion sa një deputet, është e nderuar. Në qoftë se një zotri që është drejtuesi një ambasade, merr nga 600.000 lekë të vjetra, po duhet të kërkojë rritje. Rritje pagë. Ashtu. E duhet të thoj faleminderit Andreas që ma nxorë këtë. Dhe një shtet i cili merret me Facebookun ton, Facebooku jonë është mënyra jonë e të folurit, më është nuk është Facebooku im, kjo, Fox News-i. Facebooku im është imi. Tani nuk është më imi. Facebookun tim unë do të shkruaj në komisariat dhe pastaj tek OPG-ja dhe prokurori se unë kam shpërur mendimin tim. Kujdes për mirë. Ku është? Jo, dakord, jam unë, nuk është problem për mua. Unë i marr. Është problem për një ca kërcënime kështu për. Është një sistem i cili nuk u dënua siç e kërkoi Europa. Ja ku jemi. Nuk u dënua siç e kërkuan kushtet, nuk u dënua siç u dënua nazizmi, tani është kthyer në formën më të ndyrë të jo të vrasjes individit, të moslindjes individit, të transferimit individit dhe gjën e parë që bën çdo diktaturë, tegjes së lirisë. Kaq, liri prone, liri ekonomike, liri shprehje. Andrea, po, vazhdo. Unë duhet ta vazhdoj aty ku e la avokati te pjesa e censurës së lajmit. Një nga mekanizmat që është që shfrytëzohet nga këto organizata është edhe kryetari i shoqatës së gazetarëve, Asociacionit Gazetarëve, që është Isa Myzyrej. Dhe Isa Myzyrej është personi që ka censuruar shumë lajmet në Shqipëri. Po e kemi kolegat të çka kemi me Isajin? Isaj, ta them unë, Isaj është ai njëri që censuroi live në KQZ, kur ne denoncuam dhe zbuluam me prova publike që pajisjet e identifikimit elektronik ishin fake. Ne unë votova me kartën e Mandit në eksperiment, votova me kartën time 2 herë, votoj Mandi me një cop karton, dhe Isa Myzyrej bëri thirrje gjithë gazetarëve që mos e jepni këtë lajm, sepse paguhet nga OSBE-ja. Si parim. Duhet ta them këtë që Andrea ka shumë drejtë që përmend kryetarin e shoqatës gazetarëve, i cili ndodhet aty sepse është përfaqësues i komunitetit LGBT dhe kanë vënë aty se ai është gjendje të siguroj fonde, sepse nuk ka asnjë kuptim që një person me këtë formim, me këtë përgatitje, me këtë eksperiencë, me këtë moshë të bëjë kryetari i gjithë gazetarëve të Shqipërisë. Dhe arsye vetëm është marrëdhënia me institucionet ndërkombëtare, është lobimi që ata bëjnë për të pas njerëz të tyre kudo për të ushtruar censurë. Është njësoj si puna Altin Azizajt, i cili ka linjën telefonike të denoncimeve të ngacmimeve seksuale apo të pedofilisë në një numër telefoni që e ka publik prej 15 vjetësh dhe nuk di asnjë rast që të ketë denoncuar një rast homoseksual në rastet që e ka denoncuar që janë gjithë heteroseksuale. Duke qenë se drejton dhe lëvizjen LGBTQ në Shqipëri, dhe një nga themeluesit e saj, unë kam dyshime të plota dhe të arsyeshme që ai ka fshehur të dhënat e pedofilisë homoseksuale, pra të pederastisë, sepse kjo është dhe parimi këtyre që të majnë të fshehur sa më shumë këto lloj gjërash. Se ç'punë ka drejtuesi i drejtave të fëmijëve të Shqipërisë të marrin kontroll gjithë ngacmimet seksuale të fëmijëve të Shqipërisë që raportohen në linja telefonike të denoncimeve. Ç'punë ka përfaqësuesi i LGBTQ-ve ta bëjë këtë punë. Ket ai kontrollin dhe gjitha dhënat përkatëse në Shqipëri. Po Andrea. Unë dua ta vazhdoj me pjesën e rrogave. Në borderot unë shoh kujdestar social dhe psikolog që nuk janë në lidhje me komunitetin LGBT, por janë në lidhje me çështjen e fëmijëve. Dhe të gjitha këto shoqata shkojnë në shkollat e fëmijëve. Unë kam edhe një material që ditën e sotme ma kam nisur që bëhet fjalë për psikolog të shkollës lidhje Prizrenit që kanë shpërndar në grupet e WhatsApp-it të mësuesve materiale në lidhje me edukimin seksual dhe në lidhje me çështjen e agjendës LGBT në Shqipëri. Kanë bërë lidhje Prizrenin? Po. Kjo gjëja, ku është kjo shkolla, lidhje Prizrenin? Tiranë? Po, në Tiranë. Dhe këta pa u miratuar ligji, po fillojnë që tani me çështjen e agjendës. Dhe ata nuk po vinë për Andrea Bregun, po vinë për fëmijët e çdo shqiptari, që shqiptarët nuk po e kuptojnë, që po vjen te çdo fëmijë e tyre. Pra, edhe këto emisione besoj unë, ose më sa ky emision, edhe ajo që bërë mirë, sensibilizojmë paktën
uroj që ti shikoni pak të këto përpjekje që bëjmë neve, se nuk po flasim për seksin e ëngjëve, besoj, po flasim për çështje dhe armikut e porta, siç është ai filmi. Tani ne jemi në minutat e fundit, Armir, do doja një mesazh të fundit, qoftë për emisionin që trajtuam pjesën e parë, pjesën e dytë, po edhe pjesën e tretë, por sigurisht edhe ça mund të bëjmë në gjë ndryshe, në vazhdim. Neve kemi bërë këtë emision vitin e kaluar, të paktën, dhe kemi përshëndetur shumë ky panel ka qenë pak të gjysma, kemi përshëndetur ardhen e presidentit Donald Trump dhe agendën e tij. Unë i bëj thirrje forcave politike shqiptare që e ndjejnë, po dhe qytetarëve shqiptar të arreshtohen në frontin e të mirës, të luftojnë të keqen. Nuk është vonë kurrë, kjo agendë të cilën kërkon Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës para 29 vjetësh, të mos bëhet tashmë është bërë. Po duhet të bërë dhe nuk është vonë që edhe përvoja 30 vjetëve në Shqipëri të përzihet me atë të 45 vjetëve të komunizmit dhe në fund fare të bëhet një paket ku disa gjërat mos ndodhin, ku një person i vetëm mos ketë më shumë se atë pushtet që ka, ku ky thot burokratizimi për shembull, përqendrimi shumë në një dorë shumë gjërave, ku diella të mos jetë sundimtarja jonë, ku liria, të cilën e përmend rezoluta, të jetë pjesë e shoqërisë e patjetërsueshme, pra përfshirë lirinë e shprehjes edhe lirinë e mendimit. Ku prona të jetë e shenjtë, e kështu me radhë. Këtë Europë kërkojmë edhe këtë Europë thotë dhe kjo. Dhe unë mendoj që kur nuk jemi vonë dhe në një situatë që Shqipëria sot ka material sa do duash për të mobilizuar bashkëanëtarë popullin shqiptar, po e përsëris fjalën popull se kanë hequr agjendat, popullin shqiptar për një të ardhme normale, po them, nuk po them drejt. Keda një mesazh shumë shkurt. Me ty Altin po diskutoshim që ky ligji i ri i ngjan mjesht masa shumë atij artikullit 55 që edhe Armiri e përmendi për agitacione propagandë. Ligji i censurës, ligji i sulmit ndaj personave që shprehin mendimin e tyre të lirë, pa cënuar asnjë njeri tjetër, pa cënuar as të vërtetat reale, pra duke i shpalosur ato, por pa sulmuar askënd. Përkundrazi, në momentin që ti ve në dukje dhe shpreh mendimin e lirë dhe dokumente apo fakte konkrete, ty të sulmojnë dhe të persekutojnë. S'kemi pak ditë që kemi kaluar masakrën e tmerrshme të Tiranës, në 17 nëntor u gdhi Tirana e përgjakur 81 vjet më parë. Çlirimi thotë, apo po shoqë e mbytur në gjak dhe unë them se kështu si po shkojmë, pa një mobilizim të përgjithshëm, pa një ndërgjegjësim për të shkuarën, për të tashme në mënyrë që mos të përsëritet në të ardhmen, gjakabit do të vazhdojnë dhe do të festojnë 100 vjetorin e baba gjakatarëve. Altin, një mesazh lutem. Heshni, mirë bëni. Nëse mos u qani kur të vinë për fëmijët tuaj. Kaq gjithë mesazhi im. Këtu nuk po diskutohet më për ju se për ne, se ne e ikëm. E kaluam moshën tonë të formimit tonë, jemi ata që jemi. Gjithçka po bëhen për të kapur fëmijët tuaj, për të ndryshuar fëmijët tuaj dhe mënyra më e mirë për të realizuar qëllimin e tyre të ligë satanik është që ata të ndikojnë që fëmia juaj të mos mendojë që është një trup në vendin e duhur, siç e ka caktuar Zoti. Po është një shpirt i gabuar në trupin e gabuar. Pra, djemt tuaj duhet të jenë vajza dhe vajzat tuaja duhet të jenë djem. Mendoni edhe një herë këtë që po të them. Nuk është diçka që e keni në dorë ju duke e rrit shtëpinë me shpatë në dorë. Ajo do ndodhi në shkollë dhe ju do ta kuptoni kurrë, vetëm kur të vi si fakt i kryer. Duhet të mbrojmë shkollat dhe duhet të marrim urgjentisht në dorë bordet e prindërve, për çdo prind që është në borde, do ta mendoj që është një mbrojtës si kalas ku armiku po vjen që t'i marrë fëmijët. Andrea, do të rriqesh apo jo nga këto që? Unë do ta vazhdoj akoma më shumë. Dhe ke edhe fakte tjera? Ka fakte sa të duash, një mal me fakte. Do fokusohesh vetëm te kjo betejë, domethënë aktivizmi tonë. Kryesisht. Okej. Të falenderoj, ky ishte paneli për natën e sotme dhe diskutimit nderuar miq. Unë do doja të falenderoja që pjesën e parë dhe dytë kisha dhe Alfred Plumbin. Falenderoj zotin Armir Shkurti, i cili kësaj radhe ka qenë bashkautor i emisionit, sepse dha idenë, dhe të falenderoj publikisht për këtë gjë. Falenderoj Keda Kacelin,
Altin Goxhaj, Faleminderit. avokatin e njohur dhe aktivistin Andrea Bregu, viktimën e parë të ligjit që këta kaluan 77 delet në parlament. Ndërkohë, emisioni i sotëm ritransmetohet edhe nesër në 14:30 minuta dhe në fundjavë. Unë ndërkohë pas sigles ju do ndiqni një kronik të vogël nga Bupqi se si Lluci i ka zënë fytin pikërisht Bupqit. Kujdes, jo lagjeve, qendrës. Një biznes i kishte bërë dëm 100.000 euro, biznes makinash, sepse ishin makinat më të mira aty për të rregullu, dhe është qendra Bupqit që është rindërtu pas tërmetit me 22 milion euro. Të ndjekim pak se çka ka ndodhur në Bupq dhe nuk mbetet gjë tjetër veç se t'u le takimin e radhës të mërkurën e ardhshme në të njëjtën orë. Natën e mirë. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në qendër të Bupqit. Majta Smejan hedh 22 milion euro për rindërtimin e Bupqit pas tërmetit dhe duhet ju njoftoj që në mënyrë sistematike sa herë bie i pikë shi, qendra Bupqit, që është kjo rruga këtu, kjo është rruga kryesore, kthehet në pirgje të mëdha balte. Vazhdon nga Mazhja e Madhe sipër, edhe shikoni e keni komplet baltë. Të gjitha bizneset janë shkatruar. Nga ai lokali aty, servisi makinave, që unë u futa, më tham ka bërë diku të 100.000 euro dëm, sepse është futur ujë nëpër makina, kanë qenë makina të reja të cilat kanë ardhur në rregullu, e kam denoncuar disa herë këtë histori, dhe nga ana tjetër nuk po e kuptoj se çfarë po ndodh. Vinë 2 minuta këtu, bëjnë një pastrim vogël edhe largohen dhe ja ko e lejnë, sepse i gjithë faji është mbyllja e kanalit pikërisht në Mazhën e Madhe. Është ditë e dieshme më kanë thonë, si pasojë për mbytyjeve, banorët e disa fshatrave të thellë nuk kanë lënë fëmijët e vet për me shku në shkollë. Ndërkohë kjo është situata vetëm pirgje balte.